të Pogadecit dhe si është situata? Atëre janë paraqitur rreth 30 plagosur në spitalin e Pogadecit me djegje të shkallëve të ndryshme, nga të cilët rreth 6 janë djegje të shkallës mbi shkallën e 3, shkallën e 3 dhe 4. Pothuajse me këto mundësi që kemi kapacitetin ne kemi dhënë gjithë vendimin e parë dhe të gjithë janë nisur për në qendrën e djegje plastikës pranë qendrës spitalore universitare Tereza. Në Tiranë deri tani janë nisur rreth 22 persona. Për çfarë moshe bëhet fjalë? Janë të gjitha moshave. Janë të gjitha moshave nga 20 deri në 50 vjeç. Tash besoj do na falin ndonjë kusur për punë moshës, se është situatë që akoma nuk ka djegje të shkallëve të rënda, të cilat duan trajtim goxha specializuar dhe prognoza momentalisht nuk mund të themi asgjë. Do të jenë specialistë e qendrës djegje plastikës që do të japin informacion më detajuar. Mendoni se do të ketë të tjerë që do nisin drejt Tiranës? Ne kemi planifikuar që rastet të cilat kanë nevojë për Tiranë do nisen gjitha. Janë edhe rreth 3 raste. Jo, në Korçë nuk kanë shkuar sepse edhe në Korçë nuk është se kemi mjek specialist të djegje plastikës, por sigurisht Spitali Ranal na është përgjigjur me të gjitha ato që ne kemi kërkuar, me autoambulanca, me infermier dhe me bazë materiale. Faleminderit. Pegosh dhe simi. E dëgjuan shpërtimin? Jo, ishim lak lokalit ne. Po, e nuk e gjuam. Keni familjar këtu? Kisha djalën nipin e burrit. Po djali mirë ishte, po nipi ishte keq. Sa vjeç ishte djali? Djali klasën 9. Po çfarë kërkonte në lokal në këto orë? Po çfarë kërkonte? Ti zvet çunat. Shpërtimi ishte i fuqishëm? Shumë i fuqishëm, bombe madhe e gazit. Lokal bëshin dasma bëshin. Po për çfarë ishin mbledhur gjithë ata njerëz? Po është lokali madh atje dhe vjen, atje vjen. Është me licenca, është me tëra kartat e rregullt dhe atje vjen. Ardhi djali i djegur. Atë i larg te lokalit ishte larg. Nuk dëgjova zhurmë. Nuk dëgjuat zhurmë? Jo, djali ku ardhi i djegur. Djali ishte jashtë lokalit dhe ishte i djegur? Brenda lokalit ishte djali. Po kishte të afërm të tjerë atje? Po kishte djalin e kushërit dhe një tjetër. Tash se dim se ku janë. Janë transportuar drejtim Tiranës. Po çfarë ju kanë thënë mjekat që këtu? Po unë ishte po nuk e di ku janë. Unë isë më thanë, i nisë më Tiranë, po se di gjendjen të që tjerë djali. Po vetëm një lokal ka atje në fshat? Një lokal, ne. Para prakisht çfarë dëgjuat në shpërthim? Jo. A bombla e gazit çfarë flitesh? Bombë thoshin, po se si qysh tek nuk din gjabër e zotëri. Kojdon, si të them mu ka madhe djalit. Si të jetë prindër mirë. Janë 4-5 janë në spitali. Nuk flas dot. Çfarë të thej? I ketë afër? Në prinj kanë. Në çfarë gjendje janë? Po, një vjeç goxhare anda, ti jo shumë keq. Nuk kemi çfarë flasën ne.